Pas mbledhjes së Këshillit të Ministrave, Ministri e Ekonomisë Delina Ibrahimaj foli për çmimin e naftës, ku ditën e djeshme ul me 10 lekë pas mbledhjes së Bordit të Transparencës. Ministri e Ekonomisë tha se nga monitorimet e kryera është vënë re se ka patur rritje të çmimeve vetëm në kategorinë e perimeve dhe se për këto do garantohet subvencionim. Neve ditën e djeshme bëm një ulje domethënëse të çmimit, duke çuar çmimin e karburantit në 210 lekë të naftës, në vijim të ndryshimeve dhe të marrëveshjes së arpushimit që kishte ndodhur një ditë më parë, i cila u reflektua menjëherë në çmimin e bursës. Në ndërkohë që sigurisht në bazë ditore ne monitorojmë çmimet dhe çdo ditë me qëllim që të garantojmë që çmimet në tabel të karburanteve janë ato që në fakt reflektojnë zhvillimet më të fundit, ne i analizojmë dhe mblidhemi me bazë ditore për të përcaktuar çmimet. Nga ana tjetër, sigurisht ditët e fundit, që nga mesi muajit mars, ne kemi parë një rritje të çmimeve të frutave dhe të perimeve, të cilat kanë ndikuar në shportën e përgjithshme të çmimeve. Vërteta është që në fakt inflacioni në muajin mars shënoi 2.6% me rritje të lehtë, megjithatë kjo kategori, sidomos e perimeve, ka pasur një rritje. Ne që prej fillimit të krizës kemi monitoruar me bazë ditore çmimet në njësi tregtare, qoftë të fruta perimeve, të cilët kanë reflektuar rritje, por edhe të gjithë produkteve të shportës, janë 80 produkte të shportës të cilët monitorohen me bazë ditore në pika shitje në Tiranë, po edhe në qarqe të tjera, dhe në fakt reflektimi rritja ka ndodhur vetëm në këtë kategorinë e perimeve, ndërsa të gjithë kategoritë e tjera të ushqimeve nuk kanë pasur një rritje gjatë kësaj periudhe si reflektimi të çmimeve. Qeveria ka miratuar një projekt të ri për qarkun Shkodër, të quajtur Porta e Alpeve, njoftoi Ministri i Infrastrukturës dhe Energjisë Enea Karakaçi. 100 milion euro në total do të përdoren për një sër investimesh në infrastrukturë dhe transport, me qëllimin për të krijuar një korridor mes Alpeve dhe Adriatikut. Kjo do të forcojë turizmin dhe zhvillimin ekonomik. Sot në mbledhjen e qeverisë kemi miratuar një projekt shumë të rëndësishëm infrastrukturor për qarkun e Shkodrës, që quhet Porta e Alpeve, dhe nënkupton një marrëveshje financimi me Bankën Europiane të Investimeve në vlerën 50 milion euro, dhe 50 milion euro tjera janë angazhuar nga qeveria e Shqipërisë për të alokuar nga buxheti i shtetit. Pra kemi një vlerë 100 milion euro që shkon për atë që quhet Porta e Alpeve, qarkun e Shkodrës, në lidhje me projekte infrastrukturore të natyrave të veçanta. Çfarë konsiston? Programi dhe marrëveshja ka disa komponent, ku komponenti i parë ka të bëjë me rehabilitimin e shesheve urbane, rikonstruksionin e bulevardeve dhe qendrave multifunksionale, duke i dhënë hapësira më të mira qytetarëve të gjithë qarkut. Komponenti tjetër ka të bëjë me investime infrastrukturore në akset që lidhen Bregdetin e Velipojës, liçenin e Shkodrës, lumin e Bunës dhe pjesën e Malësisë së Madhe dhe pjesën e Alpeve. Komponenti tjetër shumë i rëndësishëm ka të bëjë me investime në rrjet kanalizimesh dhe ujësjellsi, si dhe pjesët që lidhen me transportin urban, por edhe gjitha ato elementet turistike për menaxhimin e ndotjes urbane. Mëtej, Ministri i Mbrojtjes Ermal Nufi njoftoi miratimin për autorizimin e kompanisë Kajo për të negociuar dhe përtitur marrëveshje me 2 kompani për prodhimin e mjeteve lumturuese dhe dronët.